Kooperativa që unë drejtoj bëhet prej 125 antarë, nga këto janë 40 gra. Të gjithë to antarët të kooperativës të kanë ulli. Fillimi ka qenë disi veçantë, se ishte vështirë për t'i bashkuar shqiptarët. Por fillimisht u bashkuam 15 veta. Dhe me kalimin e kohës ushtuam dhe sot kemi arritur 125. Fillimisht kishim nga 10-15 të bëjzetëraj, ulli, sot kemi nga pakta 100, por shkojnë 500, 600, 1000 apo deri në 2000 raj ulli. Ne jemi të organizuar në një kooperativë, që neve na mëson të gjithë antarët të kooperativës të dalim një markë me vajin ullirit Valmi. Është i vetmi vaj në Shqipëri që është regjistruar në certifikatën tregues gjeografik. Dhe për ne është një garanci më e madhe dhe më e sigurt të tregun kombëtar dhe ndërkombëtar. Për ne, regjistrimi si tregues gjeografik është shumë i rëndësishëm, sepse neve jemi një kooperativë. Dhe duke qenë një kooperativë, të gjithë antarët e kooperativës dorëzojnë vajin këtu dhe të gjithë dinë ta prodhojnë vajin e ullirit teksa vegjën, ku ky vaj e ruan më shumë aromën, e ruan më shumë shijen, e ruan më shumë idhëtinën e tij. Dhe për ne kjo certifikat është një garanci në tregun botëror. Tani që ne jemi të regjistruar, tani na hapet horizonti më shumë dhe të jemi më të sigurt dhe duke prodhuar vaj ulliri extra virgin Valmi Oil. Duke parë që në webin e Komitetit Evropian që ne jemi të regjistruar si markë tregues gjeografik, atëherë filluan interesimet nga Italia, nga Japonia, Kosova. Vaj ulliri Valmi është gati për të tregtuar në tregun ndërkombëtar.